Fjalët që thuen veshit, dalin sheshit. Nëse keni ardhur sërish në What the Fuck Show. Dhe do thoni ju pse ne zgjodhëm ta nisni pikërisht në këtë mënyrë, sepse në DM-in ton kanë ardhur thashë theme për disa nga banorët e Big Brother VIP Albania. Jo se na kanë po i kërkuam vetë. Ju detyruam të na i tregojnë, po sa pas keni ditur dhe ju mortos Për jetën e tyre jashtë lëndë tek shtohet. Jemi të tmerrshëm, jemi një popull shumë thashë theme. Unë them nisim pa humbur kohë. E nisim dhe mesazhi i parë në redaksi. Thashë themi i parë është Mateo dhe Edisa kanë qenë ngacmuar për shumë kohë bashkë sepse njihen nga jashtë, se keni parë sa xheloze është ajo? Dhe unë bëra ulumtimet e mia. Prit se bëra ulumtimet e mia dhe Mateo nga Elbasani, Edisa nga Elbasani. Ti nga Elbasani. Unë nga Elbasani. Dhe mund të ketë diçka të vërtet në këtë thashë them. Ashtu, ë? Tani ndjenja se di ma kam. Nuk e di sa e vërtet është ky që do lexoj unë tani, që thot dhe nis me të vërtet. Në të vërtet thot, Brikena është e lidhur dhe lidhjen me Mateon po e bën për show. Një thashë them që është dëgjuar shumë kjo, por mbetet shumë si në tymnaj kjo. Me qenë se jemi tek Brikena. Një tjetër është, Brikena për shumë kohë nuk ka folë me familjarët e vetë, sepse ata nuk donin që të ndiqte modelingun dhe për shumë kohë ka fjetur te shtëpia e një shoqes së kushurirës time në Itali dhe filloi duke bërë punë të ndryshme. Okej, nuk ka pasur përfaqësinë e familjes, nuk është një gjë. Po, më thënë, ky profesion i modeleve është parë pak me skepticizëm gjithmonë. Janë gjithmonë të gjykuara. Gjithsesi mirë ka bërë që është fut modelingut. Rogerti ka ndihmuar shumë njerëz, mos mendoni se është shpirti i keq se e kam parë që nuk e doni, po është rob i mirë. Por e Fatosi e ka thënë këtë. Jo, unë e vërtet e mendoj. Ai aty ka një karakter. Ai aty po bëhet në cipën e tij, pra po heq cipën e tij, nuk ka steder, po bën më të keqen e mundshme për famë, sepse kur doli ai që e nxorri Monika. Do të jetë antagonisti. Unë po e bëj këtë tha që të kem një të ardhmë unë tha dhe djalim. Pra, po mirë se mund dhe mua më kanë ardhur dhe disa mesazhe në privatin tim ku më kanë thënë që Rogerti është vërtet njeri i mirë dhe shumë ndihmues. Nuk ka të bëj fare me këtë personazhin që ka zgjedhur. Personazhi frikshëm. Ai aq keq po tregohet aty se sado më nuk e besoj njerëzit që është njeri i mirë. Sado aktori mirë ti por dikush që është i mirë dhe dihet është Celine the Queen, por ky mesazh thot kështu. Ha. Celine është shumë e mirë por nevrike. Kam qenë grimiere kur ishte kënga magjike dhe nga që ishte shumë në stres, më ka bërtitur disa herë se s'kishte ku nxirrte frikën siç bëu me misin her pas here. Që do prezantonte. Por e kuptova thot dhe nuk e mora për keq. Pra duket që Celine ka qenë çështje emocione. Nuk ka të bëjë me atë si karakter negativ. Celine se kapni dot në asnjë justifikon misi dhe dhunën ndaj Fatos. DJ Gimbo është aq njeri i mirë. Se një herë kemi takuar në karburant në Prishtinë, po se një afare atko dhe ai duke pritur më pa që isha ngarkuar, më ndihmoi deri tek makina se po më qante dhe goca dhe unë se një afare hallet këtu të ky mesazh. Po lexojmë një frym. Se po më qante dhe goca dhe unë se një afare, po kur e pash që është fut në Big Bra lidhje, një njeri fantastik. Po dhe normal të ndihmoj tani, ti ka të ndihmoj njerëzit shumë. Jo, se s'më kanë ndihmuar në fillimet e mia. Ti si nën single. Unë si nën single që kam rrit, nëse bëjmë serioz. Ndiqeni intervistën në What the Fuck Show. Nuk e di se çfarë kam thënë te Andale, më duket se më kanë kapur mat, çuna dhe gocat, por gjithsesi bëni subscribe Andale. Ndërkohë një mesazh pozitiv ka ardhur për partneren e Gimbo, Selinën dhe thuhet. Selina është super humble, i kam folë një herë në market kur prezantoi këngën magjike, e komplimentova. E komplimentova dhe erdhi më përqafoi Ngela, shumë e thjeshtë dhe mirënjohës. Duket si Selin ka lindur rritur në këngë magjike. Po, ajo ishte vetëm ja dalje. Po, e madhe, që e njoh dhe publiku. Por një djalë i cili përflitet shumë është një nga kryefjalat e këtij edicioni, Mali. Mali tani se çka ka ndodhur me Mali. Mali e di pse ria që urtë. Ka një gocë jashtë thot kjo dhe sa djali mirë që është dhe janë të dy shumë të mirë thot sepse e njoh këtë gocën. Mali super djal. Okej, pra Mali është i lidhur. Nuk na hata që themin më të madh të jetës, por por e dikush është tjetër një super djal më të nderuar. Mateo.
Mateo ka qenë ishi një shoqes time dhe ajo tregon që ai është shumë bytës në një lidhje dhe do vetëm seks. Elbasan Limo. Shiko, thuhet që këto që merren me palestër, pas palestrës Se tek ta që janë nga Elbasan. Jo. Nuk mund të përgjigjsoj një kanin të tërë një qytet të tërë, por këta që bëjnë palestër thuhet që kanë shumë hormone dhe ndoshta është e vërtetë. Shiko, duket që Mateo është mbytës sepse më duket edhe në marrëdhënie me Brikenën pra gjatë gjithë kohës që kërkonte puthjen, konfirmimin, aprovimin. Unë e kam thënë aty të bëj pikon djersa, po se sa më e vlla do t'i shkoj nuk e di. Shkoj një mesazh fani që po lexoj tani është pra për Selinën, që thot, "Ore, po të them, kam pas Selinën se jam në lagje me të dhe po puthej me një sep." Tani ç'to ke? Ato lumsi motor, çmire ke Nuk e bër. gatrum se është Brikena ajo që ka thënë se jam puthë Se cep, është pyetja ime, se unë këtu dua të Tani dal aty të se shijom. cep. Kostiam ti ke bërë në Bodrum të pallatit, nuk e gojë. Nëse mos ja kujtoni aman gjithë jetën aty të shkretit, mirë, si po unë kalon. mendoj që në këtë moment ne do duhet të mirëpresim dhe të mbushim pak studion. Si mendoni ju? Po, çuna? ka Si momenti do të elektrizohet ftuarës që këtu. po e prisni të gjithë se çfarë deklaratash do thot ajo. Ajo është një nga personazhet më pa filtra ever. Nëse ta presim një herë si thoni. Po, ndjekim siglën.